Allahu xhallahu ala thot in tansurullaha yansurkum. Kjo është e vërtetë kuranore. Allahu thot në qoftë se i ndihmoni Allahut, Allahu ju ndihmon juve. Çfarë raporti kemi ne për ballë të vërtetë? Çka do të ndihmojmë Allahut? Ti ndihmojmë fesë Allahut, ti ndihmojmë librin e Allahut, ti ndihmojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të ndihmuar vetes tonë, jo që ata kanë nevojë për ndihmë. Prandaj ata që e presin ndihmën e Allahu xhallahu ala, dërsa nuk i kanë ndihmuar paraprakisht fesë Allahu xhallahu ala, kanë pritje të kot. Këta nuk kanë raport mirë me Kur'anin. Nuk ka mundësi të pritet ndihmë Allahu xhallahu ala në qoftë se para se me kërku këndim e ke pengu dikun dinën e Allahu xhallahu ala, e ke pengu me gjunat e tua, e ke pengu ndoshta me zilin tënde, e ke pengu ndoshta me kurthet e tu, ndoshta e ke pengu me epshin tënd, me diçka e ke pengu, e ke stopu zhvillimin e mirëfillt të fesë Allahu xhallahu ala. Pastaj kërkon ndihmë, Kurani refuzon një mënyrë të tillë të kërkimit të ndihmës. Prandaj ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ndëruar e kanë kuptuar këtë drejt dhe Ebu Bekri edhe Omeri si dy udhëhecit kryesor të këtij ummeti pas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kur i nisin ushtrit në betejë, në lufta ku duhet shumë ndihmë Allahu xhallahu ala, se gjithmonë ka shku dhe kanë qenë gjithmonë në raport pafavorshëm me armikun, ose kanë qenë numerikisht më pak, ose në armatim më dobët përgatitur, kur muslimanët rrallë ndonjëherë kanë qenë në nivel të barabartë me ato që kanë dhënë ballafaqullah. Dhe kur i ka nis Ebu Bekri, komandantët e ushtrisë të tij u ka thënë: Aleikum bi taqwallah. Përmbajini frikës dhe devotshmërinë e Allahut xhallahu ala. Ndihmoni fen Allahut azza xal, Allahu ju ndihmon juve. Andaj më ka pëlqyer para do kohë një nga dietarët bashkëkor të kësaj kohe kur fliste për krizën e Sirisë, thonte të gjithë luten dhe thonë o Allah ndihmoju. Thot unë e kom Allah më ka frymzu me një lutje tjetër dhe mendoj se është më e qelluar se kjo tjetra. Cila është ajo? O Zot, bëni meritor për ndihmën tënde. A ka dallim? Ka shumë dallim. Ka mundsi Allahu ju ndihmon për shkak të fëmijëve, ju ndihmon për shkak kësaj, e ata pa të kthehen gjunohen. O pa të kthehet e keqja, pa të kthehet rebelimi. A më nëqufë se janë meritor për ndihmën e Allahut, kjo bie se janë përmirësuar një herë, e kanë ndihmuar fenë Allahu xhallahu ala, e Allah ju kanë ndihmuar, pastaj ndihma ka kuptim. Dhe Allah ka intensurullaha yansurkum, nëse i ndihmoni 100% në iman, s'ka pikë ndyshe. E Allahu thot: "Wa yansurkumullah fala ghaliba lakum." Nëse Allahu ju ndihmon, nuk ka kush mund. Ja, po na mund shpesh, po na mund. Po na mund epshi, po na mund shejtani, po na mund nefsi. Po na mund të gjithë, po na mund. Ku është ndihma? Raporti me Kur'anin. Shikoje, çfarë raporti ki me këtë vërtet? Ka Uthman ibn Talha radiyallahu ta'ala anhu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, duke u fal, po më sillen mendime të ndryshme në kokë që po më pengojnë namaz." Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dhalika shejtan." Kjo është një shejtan që e ka në khizab. Ka onë qofë se të vjen edhe një herë, kthe kokën në majtë, pështy 3 herë dhe kërkon mbrojtje tek Allahu xhallahu ala që mos vjen në motë. Thot Uthman ibn Talha radhiyallahu ta'ala anhu, thot më erdhi edhe një herë dhe veprova sikur bëri pejgamberi, sikur mësoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot dhe nuk u kthyem më kurr. Shikoja këtë goditje, një herë i ka ardhur. Pse? Se ka pas mësimin e duhur. S'ka di ç'është më avo. E ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk është kthyem më kurr. Na mund të pështyjmë dy anë, e përpara, e përmi, e themi nëstëm a'udhu billahi minash shaitanir rajim, drek, i njëjti vije përsi në ikindi. Ose e bëjmë rekatën e parë, me një rekatën e dytë rikthehet. Pse nuk po goditet?
Pse nuk po bjen? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka garantuar se shejtanin me pështy merrëzojmë, se shejtanin me bismillah e dërmojmë. Ka thonë hadith në Ebu Hurerës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka marrë në thu, Ebu Hurera ka thonë, mallkimi i qoftë shejtanit. Ka thonë mos thuj kështu se rritet, po thuj bismillah, Allah e bën sikur se miza. Shiko, bismillah e bën sikur se miza. Na po themi bismillah po rritet. Pse? Pse ky ajet ende është pjesë e jetës tonë. Yansurkumullah ose intansurullaha yansurkum. Nëse i ndihmoni Allahut, Allahu ju ndihmon. Andaj ndihmoj fesë Allahu xhallahu ala duke i paksuar mëkatet. Ndihmoj fesë Allahu xhallahu ala duke i shtuar obligime që i kryen ndaj Zotit xhallahu ala. Ndihmoj fesë Allahu duke i ndihmuar të tjerët ta mësojnë këtë din. Ndihmoj fesë Allahu xhallahu ala që të përhapat si duhet, të marrin fund besytni dhe keqkuptime të ndryshme. Nëse dhe Allahu xhallahu ala më ndihmuar. Andaj raporti jonë me Kur'anin është gjithashtu edhe në këtë rrafsh detyrimisht i kërkuar se të përmirësohet. Raporti i bindjes, raporti i mirëbesimit, raporti i imanit të thellë. Se këto që Allah i ka përmendur janë kështu. Jo teorikisht, por le të shihen gjurmët e këtij mirëbesimi në jetën tonë të përditshme.